Fati ligjor I Luiz Eilit ka marrë një kthes të papritur që mund të lëkundë qetësinë e tij. Edhe pse ai arriti të korte një fitore të rëndësishme në gjykatën e apelit më 8 maj 2025, ku u shpalli pafajshëm, prokuroria e apelit nuk është dorëzuar. Organi I akuzës ka vendosur të ankimojë këtë vendim, duke e dërguar çështjen zyrtarisht në gjykatën e lartë, çka do të thotë se kapitulli I tij me drejtësinë mbetet ende I hapur dhe me pasoja të paparashikueshme. Gjithçka nisi kur gjykata e shkallës së parë e dënoi Eilin me 1 vit burg në akuzën e rëndë të falsifikimit të dokumenteve. Sipas dosjes hetimore, ngjarja ka ndodhur në një kohë kur Eili nuk ushtronte zyrtarisht profesionin e noterit, por dyshohet se ka përdorur vulat për të kryer veprime ligjore të paautorizuara. Ndonse pafajësia në apel u festua nga ndjekësit e tij të shumt, insistimi I prokurorisë për ta dërguar dosjen në shkallën më të lartë të gjyqësorit tregon se prokurorët janë të bindur për provat e tyre. Tashmë, fati I tij ndodhet në duart e gjyqtarit Sokol Binaj, I cili është caktuar si relator I kësaj çështjeje delikate. Prapaskenat e kësaj dosjeje bëhen edhe më të errta kur shohim emrin e personit që përfitoi nga këto veprime, Fatmir Avduramani, I cili është dënuar bashkë me këngëtarin. Avduramani nuk është një emër I panjohur për autoritetet, pasi rezultoni dënuar më parë në Itali për shfrytëzim prostitucioni. Lidhja mes tyre bëhet edhe më problematike kur kujtojmë se në vitin 2021 Avduramanit ju sekuestruan pasuritë, ndërsa në vitin 2022 ato u konfiskuan përfundimisht. Ky bashkëpunim I dyshuar me një person me precedent të rënd penal është pikërisht ajo që prokuroria po kërkon të vërtetojë para gjykatës së lartë, duke kërkuar rikthimin e dënimit me burg për Shkodranin.